Të nderuara motra, të nderuar vëllezër, zonja dhe zotri, mirë se erdhët në festivalin Zotri Ahmeti, të dashur valdet e Valmon, Vala apo uragani që po sillet, po vjen në festival. Jo rastisht në rundin e parë, prej 8 listave, në qoftë se nuk gaboj apo 9 listave, lista e udhëhequr prej Valdetit mori 53 ose 4% të votave. Do të një listë prej 9 listave ka marrë mbi gjysmën e votave të festivalit. Do me thënë, Aleanca Kombëtare për Integrim kundrejt Vlenit ka qenë 4-1 apo me deputet 12-3 apo me vota 12.800 me 3.200. Dhe naturisht Valboni ka marrë përkrajen më të madhe mbas Orce Georgievskit, i cili ka kandiduar për Shkumpin. Asnjë kandidat për kryetar komune në tërë Maqedoninë nuk ka marrë këtë sasi të votave, por fatkeqësisht për 21 vot që nuk u arrit cenzusi, edhe pse Valboni mori 16.950 vota, duheshte të shkojmë në rundë të dytë, dhe vërtet në histori, jo të festivalit të Maqedonisë, këto janë zgjedhjet më të gjata. Fillum në fund të shtatorit, edhe tash jemi fillimi janarit, ne vazhdojmë fushatën, edhe unë përzemërsisht dua t'ju falenderoj të gjithë aktivistët, forumet, kryetarët e shtabeve, të gjithë njerëzit të cilët kanë qenë bashkë me Valdetin dhe Valbonin, të cilët bënin një fushat shkëlqyeshme. Shtëpi në shtëpi, kafe në kafe, fshat në fshat, lagje në lagje, pa mos u marrë as pak me kundër kandidatin. Dhe kjo është vështirë. Tisha unë vend të Valbonit nuk do mund të durojsha me këtë njeri mos i kundërshtoja se mos i tema është. Por si tonë, e tash edhe në tubimin e fundit që e mbajtëm festival para 19 tetorit, se çdohet një prind apo një mësues apo një profesor, çdohet është shumë i lumtur kur fëmia e tij është më i mirë se ai. Kur nxënësi i tij është shumë më i mirë se ai. Mu më gëzon që Valdeti dhe Valboni janë shumë më të mirë se unë që isha një udhëheqës komune për një mandat e gjysmë. Dhe jam shumë krenar që këto 2 njerëz do të udhëheqin komunën në 4 vitet e ardhshme. Unë e shoh kandidaturën, kur e shef këtë rezultat, duhet të jesh i madh ose shumë i madh për të pranuar, për të dalë këtyre 2 gjëve që janë tem uragan festival. Nuk mund ta ndalish këtë uragan që po e zapton dhe e cila ju garantoj do të zhvillohet në tërësinë e Republikë, mbani mend këtë. Domethënë kjo faqe që zhvillohet në festivalet e mbrapsisht po e shoh, kjo do të përforcojë fuqimisht Aleancën Kombëtare për Integrim. Si njerëz më pleq, edhe unë, Valboni më thoshte, çdo punë të keqe ka hajrin disa vete, edhe vërtet është ashtu definitivisht. Çfarë na bëni kjo fushat 5 mujore, 6 mujore? Ne kishim kundërshtime Bashkimin Demokratik për Integrim. Kjo fushat 5-6 mujore na lejoi që të njoftohemi më shumë me njëri tjetrin. Që të shohemi shumë më shumë me njëri tjetrin. Ti hekim paragjykimet që i kishim për njëri tjetrin. Dhe në 11 tetor ta festojmë fitoren në festival, por misionin ton ta vazhdojmë deri në cakun përfundimtar. Caku përfundimtar apo pika përfundimtare është përmirësimi i situatës së shqiptarëve në Maqedoni. Këtë e thash edhe në mbrapsisht, neve na duhet platformë përbashkët si Aleancë Kombëtare për Integrim dhe përgatitje për zgjedhjet e ardhshme parlamentare kur do qoftë që të bëhen. Dikush thot maj, dikush thot tetor, po çdo kush thot se në 2026 do të jetë një zgjedhor. Neve si Aleancë Kombëtare për Integrim gëzohem që Bashkimi Demokratik për Integrim pastroi strukturat e veta, u reformua me 60-70% në kuvendin qendror dhe nuk e di 60-70% në kryesinë qendrore, dhe tash askush nuk mund të tregojë me gisht
ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse janë djemë 3 dhe zonja 3 të cilët kanë kredibilitet dhe kapacitet që zbashku me Aliansën për Shqiptarët, si Aliansë Kombëtare për Integrim, ti vazhdojmë betejat politike dhe të arrijmë deri në, unë them, marrëveshje mes 2 etnive kryesore që jetojnë në Maqedoni, marrëveshje mirëfillt mes Maqedonisë dhe Shqiptarëve, sepse këto 7-8 muaj, unë kam qenë njeriu, fatkeqësisht njeriu më i kritikuar, çdo e kritikohen njerëzit kur me çdo kusht hyn pushtet, ne dolëm prej pushtetit. Ishim pushtet, si dikush thot prapë për pushtet. Jo. Të ishte mirë dhe të ishte çdo gjë ashtu si duhet, unë do të vazhdojsha ministër edhe do të qëndrojsha aty, asgjë të keqe, thjesht edhe duron. Por jo çdo njeri mund duroje, sidomos gostivara se nuk mund duroje. Dhe unë sot jam shumë krenar që e formuam Aliansën Kombëtare për Integrim dhe gjithashtu jam shumë krenar që shumica e njerëzve filluan ta akceptojnë dhe ta kuptojnë misionin dhe qëllimin e formimit të Aliansës Kombëtare për Integrim. Unë nuk dyshoj, duhet miqësisht, qetësisht, edhe Valdeti e thotë edhe familjarisht, ditën e diell, dal nga dalim me të votojnë. A i thot, do votohet Valboni, do numrohet Mirzapi. Jo, do votohet Valboni, njerëzit tonë që i kemi antartë komisionive bashkues, do të votojë Valboni dhe rezultati do jetë i jashtëzakonshëm edhe ai do ta kuptojë se 2029 nuk duhet me të kandidohet. Faleminderit shumë nga Peter Mana.